5 muaj personi me flet arrest jeton 300 metra afër stacionit policisë, kërkush nuk e sheh, kërkush nuk tenton me arrestu, përpos me një rast kur polici lika thuhet që është vënë pas edhe i ka ra telefoni këtij personi. Këta janë shoqëruar në kuadër të një hetimi tjetër, i cili nuk lidhet me hetimin për vrasjen e policit lika, mirë po personat të cilët janë të shoqëruar kanë lidhje familjare me pjesën tjetër të njerëzve që janë të arrestuar tek polici lika. Pra ta bëjmë të qartë, rasti nuk lidhet direkt drejt për drejt me vrasjen. Në pistën e vrasjes, mirë por duke u hetu në pistën tjetër e cila është nxitja e veprimeve kundër kushtetuese ndaj vendit tonë ose nxitja e urrejtjes dhe elemente tjera, por lidhet me veprimtarinë e këtyre njerëzve që e kanë pas në rrjetet sociale, me mesazhet e cilat i kanë publiku qoftë në TikTok apo qoftë në publik, pra nuk i kemi ende të qarta cilat mesazhe janë duke u hetu saktësisht, mirë po hetimi është duke u zhvillu prej prokurisë speciale, pra jo prej prokurisë Ferizajt, dhe tash në këtë rast është përfshi njësia e antiterrorit në një operacion që ata e kanë quajtur operacion parandalues, që nuk kupton që këta njerëz janë shoqëruar deri në polici për mu marrë pyetje për arsyet sepse i kanë publikuar këto videomateriale, janë bastis shtëpitë e tyre për me mujt me pa nëse këta janë të nxitur prej dikujt për mi publiku këto mesazhe, të cilat në dukjen e parë edhe tek prokurori po edhe tek policia janë duk si mesazhe të cilat lidhen me nxitjen e urrejtjes ose veprimeve kundër kushtetuese, e që në këtë rast na del që mund të jenë të nxitura prej ndaj organizate terroriste e cila i shtyn këta për me bo ose dikujt i cili mundet me radikalizu në këtë drejtim. Është operacion i cili për mendimin tim do duhet të merrej ndoshta shumë më herët, ndoshta prej nivelit bazë atje të rajonit dhe të komunitetit me u trajtu kjo problematik shumë më herët se sa me u bë vrasja e policit lika. Pra, grupi Kreshnik, nuk është që nuk janë marrë, qoftë edhe niveli lokal, qoftë edhe niveli qendror me problematikat të tilla edhe në Kaçanik, edhe në Hantelezit, edhe në vendet e tjera. Ku është problemi? Nëse analizon dosjen e policit lika, të sheh që shteti ka të shtuar në secilin hap për me trajtu situatën seriozisht dhe më marrë seriozisht me rastin. Në këtë rast, lirisht mundesh me thonë që ndoshta fajtori kryesor për vrasjen e policit lika është vetë shteti dhe vetë institucionet të cilat nuk e kanë kryer punën e vet çysh duhet dhe çysh kushtetuta dhe ligji i parasheh. Pse po e them këto? 5 muaj personi me flet arrest jeton 300 metra afër stacionit policisë, kërkush nuk e sheh, kërkush nuk tenton me arrestu përpos me një rast kur polici lika thuhet që është vënë pas edhe i ka ra telefoni këtij personi. Nëse policia e Kosovës momentalisht është e kënaqur që një person i dënuar për dhunim i me jetu i lirë për 5 muaj, 300 metra afër stacionit, kjo nuk do duhet të shkonte pa ndeshku dhe pa u lyp llogari. E dyta, shumica e njerëzve të cilët janë pjesë e kësaj dosje, kanë qenë në dorën e shtetit. Pra janë arrestu, kanë shku në burg, kanë vujt dënime, kanë kaluar masat edukative etj. Kjo na tregon që sistemi nuk është të funksionu, që njerëzit e para me i arrestu, dhe e dyta mi bë llogari dhënës dhe me i kthy në jetë mos me i lënë me kry vepra të reja penale. Recidivizmi këtë rast na kallëzon që është fenomen shumë i rrezikshëm për shoqërinë tonë dhe në këtë rast prap kena dështu si shoqëni me i kthy këta njerëz mos me i lënë me kry vepra penale. Dhe sa për sharjem Kreshnik, 7 persona të arrestuar, njëri veç nuk ka të kaluar me kriminale, 4 kanë dënime, do me thonë 6 prej të 7 dhe kanë të kaluar me kriminale. Kanë dënime, janë shku shërbim korrektues, i ka marrë shërbimi korrektues, dalin prap problematik, pra sistemi i risocializimit, sistemi i burgjeve ende nuk është dizajnuar për me mujt me garantu një proces të plot ku ti e merr një person që ka kryer një krim dhe nxjerr si qytetar normal pa mri me trajtu. Tash problemi këtu është që në esencë, në nisjen e parë, llogaria të na gjithmonë kërkohet vetëm tek ata të cilët e kanë kryer krimin dhe jo tek ata që është dashur me parandalu dhe tek ata që është dashur me marr masa që një gjë e tillë mos më ndodh. Pra veprimet e policisë ndaj e prorëve nisën veç kur nisi mu bë puna e madhe në media, nisën mu gjet flet arrestet, nisi mu kërku llogari prej policisë. Pse po e them këto? Për mu lidh me temën të cilën jena tu diskutu, gjatë këtij mandatit qeverisës kemi pas një tolerim, kisha me thonë, të strukturave komanduese të policisë që ka pak me shkel ligjin dhe mos mund të shku. Pra nuk ka marrje të gradave, nuk ka suspendime, nuk ka largime prej punës, sidomos për strukturat udhëheqëse të policisë të cilat janë kompetente për me garantuar rendin publik. Na ka ndodhur në disa raste skandale, na ka ndodhur probleme të sigurisë publike, komandant e stacioneve janë lëviz, mirë po aty nuk jo kanë marrë gradat, dhe ata thjesht rrogat e veta i marrin njëjtë. Pra këtu po flas
edhe për dhunimin e 11 vjeçares, edhe për situatat ku na kanë vrarë njerëz në gratë në vorrën e ÇKUK-s, edhe për raste të tjera. Komandantët janë lëviz për disa ditë për efekte mediale, mirë po, sistemi mbrana nuk garanton llogaridhënie për gabimet e cilat bëhen, dhe për këtë arsye na jena në situatë ku na vetëm jena tu e riciklu problemin, mirë po pa i dhënë zgjidhje në këtë drejtim.